por atje si punohet me të rinj. Çka duhet me pas fokus kryesor tek basketbollistët e rinj. Apo cili është ai suksesi që ju duhet me pas si objektiv brenda klubit për basketbollistët e rinj? Po, të na poza është që respekti dhe barazia. Pavarësisht talentit, pavarësisht nacionalitetit, çka do qoftë ajo, barazia dhe respekti është baza që aty fillojnë. Mas andej është të gjenerata që është, le të themi, është prej U8, U10, U12, desa dhe U14, ndoshta ma shumë fokusohemi që ma shumë të kenë etik, në sensin e respektin, në sensin e bashkëpunimit mes vetes, si lojtar, ndihmës, rreth vetes, thjesht ma shumë çështjet etike që me thonë... Me u socializu edhe me të tjerët, paka shumë. Sakt, do me thonë, këto ma shumë zakonisht i shtyna si çështje, sepse rezultati në sensin e basketbollit, kështu të numrave, fituesi apo humbësi, nuk është që është shumë prioritet. Ndryshe që është vendit tonë që gjithçysh do të me kanë prioritet. Fatkeqësisht atje po, mirë po, këto unë e vrej që e ndërtojnë atë bazën që mas pari ta kuptojnë etikën njerëzore, ta përkthejmë ato në etikë sportive, mandej që kur i kena grup moshat ose e kuptojmë që tash është niveli garus, atëherë janë nismë, do me thonë, punojna pak ma ndryshe, pak ma specifikisht, që thjesht më adaptu garës ose